ne të gjithë si shqiptar duhet ngrihemi dhe ta mbrojmë vendin ton, sepse pasojat do të jenë të pakkthyeshme nëse vala e vjedhjes së ujrave vazhdon siç ka nisur, jo vetëm në Kurdari, po edhe në zona të tjera. Para disa ditësh, banorët na janë drejtuar si përfaqësues ligjor, mua dhe zotit Adriatik Lapaj. Shqipëria bëhet është plotësisht në mbrojtje të jo vetëm të kësaj kauze, por të çdo kauze që mbështet pasurinë publike, pasuritë kombëtare. Para disa ditësh ne kishim seancën e parë, e cila për shkak se një nga institucionet që kemi paditur nuk kishte marrë dieni, nuk kishte njoftuar që ka marrë apo s'ka marrë dieni, si rrjedhim seanca u shty sepse këtu me sa duket dhe zyrat e institucioneve nuk gjenden. Kjo është ironia e madhe në këtë vend. Kemi kërkuar sigurimin e padisë, që do të thotë pezullimin e punimeve deri në marrjen e një vendimi. I bëjmë thirrje të gjitha organeve që të reflektojnë dhe të marrin parasysh zërin e banorëve. Kurdaria është ai fshat ambari rrethit të Matit. Kurdaria nuk vdes. 4-5.000 banorë me gjithë ato që janë jashtë jetojnë fshatin Kurdari. Ne jemi fshati që kemi praktikën më të vogël. Pse? Falë këtij ujë të pishëm më rresht. Ne duhet të jemi të bashkuar. Ore Tirana! E kemi të grupit popull!